Platforma e re e konsultimit publik ka hyrë në funksionim dhe lehtëson përdorimin dhe aksesin e qytetarëve në procesin ligjvënës. Aplikacioni për gjurmimin e akteve do të lehtësojë funksionin mbikëqyrës dhe monitorues të kuvendit. Është në zhvillim sistemi i transkriptit, i cili përmes përdorimit të inteligjencës artificiale do të shkurtojë afatet e zbardhjes së veprimtarisë parlamentare, pothuajse në kohë reale, dhe do të asistojë kështu më mirë punën e deputetëve. Natyrisht është në zgjedhjen e grupeve parlamentare dhe të çdo deputeti ta përdor apo jo këtë avantazh të jashtëzakonshëm që sjell kjo teknologji e re, por e kemi thënë edhe më parë, ka thënë në një mbledhje të grupit parlamentar kryetari i partisë, ky grup e ka shprehur vullnetin për ta përdorur databazën dhe teknologjinë që po instalohet në kuvend dhe për ta kthyer atë në një ndihmës apo në një asistent me inteligjencë artificiale për çdo deputet të paktën të këtij grupi. Grupet e tjera është çështje